e kemi kthyer librin në diçka që admirohet, që e postojmë në Instagram për të treguar që lexojmë, por që në fakt nuk lexojmë vërtet. Ky është një fakt i trishtueshëm, pasi ne kemi kthyer në një farë mënyrë librin në piedestal, por nuk i kemi dhënë atij jetë. Përpiqemi ta përdorim librin nëpër ceremoni, por shumë pak e lexojmë atë. Letërsia nuk jep vetëm atë kënaqësinë e leximit, por letërsia është edhe një akt publik, është një akt publik ndaj dukurive të ndryshme të shoqërisë dhe shpesh nervi i saj duhet të jetë një nerv kritik. Qofse një këmbë do mund të shkruante vetë një libër mbi marrëdhënien e tij me letërsinë dhe me librin, cilës gjinie letrare do i përkiste ky libër nëse do shkruaj nga Shqipëria, nga shqiptarët. Mendoj që do të ishte një roman i cili do të kishte pikërisht protagonist një personazh i cili përpiqet të kuptojë vetveten, teksa përpiqet të ndërtojë një identitet të ri në realitetin post-komunist. Shpesh mendoj që kjo vepër, pavarësisht që është vepra më e lexuar, ndonjëherë më duket që ka ende nevojë për tu lexuar dhe për tu kuptuar më mirë nga lexuesi shqiptar, i cili sidomos në këtë kohë ka shumë nevojë për këtë vepër. Këtij romani i mungojnë shumë pasazhe të tjera, të cilat unë nëse do isha autorja do t'ja vendosja me shumë dëshirë. A mendoni se ka diçka që ne si shoqëri refuzojmë ta kuptojmë në lidhje me Kadaren?